Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton këtu në Urban FM. Si zakonisht çdo vikend sjellim sportistë të ndryshëm, e sot do të flasim me dy kampion, dy talent të ri të sportit të handbollit, cilët na kanë zbardhur fytyrën së bashku me shokët e tyre duke u kualifikuar në kampionatin botëror të handbollit për grup moshat U19. Unë këtu sot në studio i kam dy handbollistë që janë pjesë e klubit të handbollit Prishtina. Në anën time të djathtë është Erjan Bajrama dhe në anën time të majtë është Lum Xhemali, pra të dy reprezentues të Kosovës, e pashtu që thashë edhe handbollist të klubit të handbollit Prishtina. Mirë se keni ardhur dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Mirë se u gjetëm, faleminderit shumë. Okej, për nisi prej anës djathtë, Erjan nuk unë përvesoj një eksperiencë shumë e veçantë deri në këtë moshë, sepse që të dy jeni djem të ri, djem që keni të ardhur përpara në sport. Fitoria, triumfi, sidomos këtu në Prishtinë që është bërë përvesoj para familjarëve, shokëve, edhe gjithë tjerëve që keni mri me u shpall kampion në turneun internacional AIF. Tregona pak eksperiencën që shkon për ty edhe a u kon e pritshme. Tu fillu prej çati emocionit për mua ka qenë e jashtëzakonshme. Të lujt para publikut ton, të e përfaqësuar shtetin ton, ka qenë definitivisht shumë emocion. Kemi prit fitoren e këtij kampionati dhe kualifikimin botror, po jo në çet formë, nuk e kemi prit që finalja ku mu lut çashtu, kemi shkuar në vazhdim me dy pjesë ka 5 minuta, po fatmirësisht tash jemi në kampionat botror dhe është sukses historik për neve, besoj. Pa diskutim. Lum, ti në eksperiencë prej kandit tonë, qysh ka qenë komplet që ajo ndjenja, emocioni që tha edhe Rioni, sigurisht që ato që janë bashku emocionet, dëshira për fitore, për triumf, krejt e kanë ubullaksu me triumfet që keni bu bashkarisht me krejt shokë që një konë atë. Me thonë për fillim u konë një ndjenje pa përshkrueshme, kur e ke pa se qëtu për shumë Kosova, për mas Kosova dhe i ke pa familjarët nalë që në të përcjellin të treshu plak, është definitivisht është një ndjenje pa përshkrueshme. Po na pej që e kena nisti kampionatin na konë me vetë besim 100%. Sepse pej që jemi shpall kampion në fazën evropiane që kena pas divizionit bë, e na nis me qit vetë besimin që kena me fitu edhe këtu, edhe atmosferën e kena pas nivel, edhe kemi arrit deri këtu ku kryesisht ka qenë që këtë modën e ka bu atmosfera që kena pas me zveti, motivi që kena pas e kështu me radhë. So ju motivon tash për vazhdimin e karrierës, se tash jeni të dy të ri, nështë janin me një rrugtim ku dunin me bo zgjedhje shumë të rëndësishme të jetës tuaj, a doni me vazhdu profesionalisht në kuptimin që jetën me ja kushtu sportit, apo ndoshta me marrë një kahje tjetër jeta juaj, a ka ndryshu në mendimet e juaja që ky kampionat, edhe pse alo se keni përjetuar eksperiencën që keni me pas në kampionatin që zhvillohet në Egjipt, po sigurisht që tu fol edhe me zveti, me shok, me familjar, a ka ndryshu diçka brenda dëshirës tone për me vazhdu karrierën si sportist? Tu e marrë parasysh që na si 16 vjeçar kemi arrit me bo këtë sukses në një gjenerat U19, besoj që kemi kohë për me vendos, deri tash shpeshojmë shumë të arsyeshme me vazhdu profesionalisht me sportin e handbollit. Nuk është sporti më i përshtatshëm në botë për me vazhdu profesionalisht, po është ajo që mu personalisht më kënaqë dhe bëj me shumë dashni sa që të bëj. Okej, Lum, ti a ke vendos, po mendoj qysh është që kjo perspektiva asaj përket asaj se po besoj që jeni me një, çu thash, një fazë shumë të rëndësishme tjetër. Çuçi edhe Rioni na jena me një mosh, 3 hala për me vendos, a vjen çfarë kohë po do na me shku për ta tonë, po deri tani jena shumë të kënaqur me qa kena fillu, qa kena arrit e krejt, po edhe kjo është një motiv shtesë, shkurja në Egjipt, është eksperiencë e madhe, karrierën tonë, po edhe besoj që kjo është që thash edhe një motiv shtesë për me vazhdu sa ma shumë si në ekip, por edhe për kombëtarën e Kosovës, edhe për gjenerata me tjera. Mirë,
ju pyeta para intervistës për ndeshjen më të vështirë sigurisht që ka qenë ndaj Nigerisë, bile që ka marrë feedback ato kombëtarë tjera që kanë qenë pak a shumë kanë qenë kundër përveç Amerikës, po kur e kena Amerikën mbrapa, nuk ka që na nol, në çdo aspekt. Lëm, a u kon pak në farë thëm pikë pyetje për ty me thonë, ja, të luajnë Prishtina, çka u bë për shkak që ekipet kundërshtarë të cilat kanë qenë palestër, ka gjë ndoshta kanë bërë konferencë njerëzve që janë për Kosovën aty. A ka pas një farë më dyshe me thonë edhe ndoshta pak edhe me ju demotivu një farë forme? Tash kjo për shembull te unë nuk ka ndikuar se unë si lejtar besoj që te lejtarët tjetër domethënë bashkë lejtarët e mi është i njëjti sens që kur tina domethënë fushi harrojna domethënë krejt dhe na komplet domethënë fokusuam për lojë. Po, abdin për vetë jam habi domethënë që i kom pa ato brovërime që në Prishtinë domethënë ndaj Nigerisë, po ajo domethënë as pak për shembull për vetë po foli, nuk ka ndikuar domethënë as pak, po unë vetëm e kam domethënë në vesh domethënë ka hi vetëm kur kam bërtit tifozëria Kosova. Edhe ajo është domethënë motivuese normal. Rian, çush e ke pasur eksperiencë? Në fillimin e ndeshjes u kon pak e çuditshme kur e kem pa ekipet konkurruese, na faktikisht e kem pas në grup njërin prej aty në ekipe. Na ka dok pak e çuditshme çaj san, po me kalimin e kohës edhe me ritmin e lojës e kuptuam që publiku e pret fitoren tonë dhe është aty për fitoren tonë. Dikur tani e pam që duhet patjetër me shkun shpej me biletën për kampionat botror, edhe fatmirësisht e arritëm pavarësisht publikut. Po. A ka më ndryshuar rutina juaj personale në kuptimin që e dini që tash keni më shku në aspekt servitjeve, keni normal klubin, po besoj që edhe keni menduar diçka ekstra me bu në aspektin e juaj, me pas ushtrime më shumë, për me qenë sa më shumë përgatitur, po më mendja juve që po besoj edhe krejt bashkëtarët e juaj që ndryshon pak çështja te kjo pjesa e ushtrimeve. Riana, a ka më ndryshuar diçka në rutinën tonë? Ka më ndryshuar intensiteti, unë ndjek një rutinë gati bon 2 vjet, e preferoj shumë aktivitetin fizik në fitness ose në gym si përgatitje fizike dhe mas asajna vazhdimisht shkojnë servitin handball, taktik, shut edhe këto sanet që i bujmë zakonisht. Intensiteti ka më ndryshuar shumë, edhe deri kur të përfundon kjo pjesa e shkollës jemi qështu, e pas asaj tani fillon për një me përgatitja fizike. Ku ka mundësi sigurisht në shtava ma shumë, po, 2 herë në ditë. Shumë ma shumë, 2 herë në ditë edhe ma shumë. Okej. Lëm, mendon që edhe ti kemi bu një farë? Po, besoj që shkoni kështu bashkë si do. Po. Shqetsejke edhe rejoni, domethënë që kjo rutina që i kena pas paka shumë na, domethënë shkojshim bashkë në fitness, domethënë mas e kryshim atë pjesën fizike, domethënë tani kena vazhduar pjesën taktike në servitje. Po besoj që kena me vazhdu njëjt, po kjo domethënë normalisht që ndryshon pak edhe intensiteti që tha Rioni, sepse abdin mu fokusu e dina pak a shumë çka kena bëu deri tash, edhe mu fokusu domethënë pika fizike domethënë ma taktike domethënë më me bëu ushtrime rreth kondicionit, rreth lëvizjeve më të shpejta, domethënë ku të shumë që kena mangësi, domethënë që ato pika me i përmirësu sa ma shumë më bëgati. Po, për ndryshe, sa lexova lajmin që ka dalë para 2 ditësh, shorti për këtë kampionat ka me u hedhë në javën e parë të prillit. Kosova është pra pjesë e njëra prej 32 shteteve në kampionatin U19 që ka më majtë prej datës 6 deri me 17 gusht pra në Egjipt. Që kam interesën me ditë cilat janë tash gjasat tona, besoj që nuk mjafton veç kualifikimi, po kam u varë ma mërmendja edhe prej kundërshtarëve që kanë me pasër. Cilat janë gjasat tash realisht e dini cilat shtete janë, edhe cilat janë gjasat e Kosovës, sepse po ma mërmendje që ndoshta i njeni paka shumë shtete dhe ma mërmendje që edhe selektori ka me bua ato analizat e veta asgjë shka tjetër. Pra, tash po flasim për një nivel tjetër, kualifikimi arrit, është era 3 që handballi shkon në kampionat botror, 2 herë meshkujt dhe 1 herë vajzat ose femrat, po tash besoj që edhe egoja dhe uria është më e madhe. Çfarë mundna me pritër janë? Pritshmëritë janë shumë të mëdha. Fillimisht shpresoj që kemi me pas fat në short, nuk kanë me naro ekipet e mëdha. E dim që nuk jemi për top 3 as për top 5, sukses për Kosovën ka me qenë nëse jemi në top 24 ekipet më të mira, na synojmë top 15. Shpresojmë që kemi me qenë pjesë asajna, po fillimisht duhet me pas fat në short. Normal. Që ajo është shumë e rëndësishme. Ajo çka edhe diskutuam pak, Lëm, a mundet që ky kampionat
edhe me ndryshu karrierën e juaj. Kur flas me ndryshu është që sigurisht aty ka me pas shumë njerëz të ndbollit, ka me pas skauta, trajnera, pronarë të klubeve tjerë që kanë me shku edhe ka me bë peshkim lojtarëve të ri për krejta shteteve. A është edhe kjo një mundësi mirë për gjithë lojtarët e Kosovës me shfrytzu këtë rast, tash normal me këshir normal interesin shtetëror, por edhe personal, sepse performanca ju personale e bën performancën perfekte ekipore e kështu me radhë. Pra e shihni këtë si mundësi. Po, është domethënë një mundësi shumë e mirë ndaj neve, domethënë se na jena hala domethënë lojtarë në zhvillim. Edhe besoj që kjo është domethënë fillimisht është një eksperiencë shumë e mirë me shku domethënë me lutë kundër shteteve domethënë që janë në nivel domethënë që shtat dhe unë top 5 shet më të fortit. Edhe besoj që kur domethënë na kur të japim për vetës kena më jap më të mirën. Po domethënë kena më mënu domethënë edhe lojën ekipore me lutë sa më të mirë se handballi domethënë është lojë ekipore dhe kur të japti më të mirën për një ekip, domethënë ato i shohin se the edhe ti skauta domethënë edhe ju bin sene domethënë në sy çto që abden janë në avantazh të sportit ekipor të handballit. Po, Marian, çka mendon ti është një mundësi e mirë për krejt juve, jo vetëm për Kosovën, por edhe për shtetet tjera që me gjë ndoshta një ekip i cili ka dhe kushte të mira, jo vetëm financiare, po edhe zhvillimit të lojtarëve. Po, padyshim mendoj që ka me qenë një mundësi shumë e mirë për neve. Tu e ditë që vëmendja, shpresojmë që vëmendja e handballit gjatë atyne jave ka me qenë në Egjipt në kampionatin botëror. Shpresojmë edhe mendojmë që ka me pas mundësi të mira për transferime ose për provimin tonë si lojtar, edhe shpresojmë që ka me qenë pozitive. Ka me qenë sigurisht një eksperiencë jashtëzakonshme për të dy ju, po besoj që temat ose pikat kryesore të kampionatit të trekëm, do të flasim pak edhe për klubin e handballit Prishtina, ku jeni edhe ju antar. Unë sa kam marrë vesh edhe prioritonit që ka qenë mysafirin e dy prej lojtarëve më të ri që janë pjesë e formacionit të ekipës, por pa rrallë shumë në krejt sportet që 2-16 vjeçar janë pjesë e ekipit, por edhe luajnë. Kjo është shumë e rëndësishme, nuk janë në bank, pra japin kontributin e tyre. Erion për nisi prej teje, a ka qenë vështirë si një djalë i ri me u kap me ekipën, me lojtarë që kanë përvojë, që kanë luajtur edhe në kombëtarët e Kosovës, kanë pas edhe disa eksperienca jashtë vendit. Për mua ka qenë shumë fat i madh që kom pas mundësinë me punu me një grup qaq të mirë si ekipi Prishtina. Gjithmonë çdo senior, çdo lojtar më i vjetër se unë më ka përkra, më ka ndihmu shumë në zhvillimin tim si lojtar, padyshim edhe secili trajner që ka qenë në Prishtinë është mundu me na shty neve si lojtar të ri. Ka qenë e vështirë ndryshimi ndoshta prej kategorisë kadet në kategorinë senior, që ajo ka qenë faza më e vështirë, po lehtë e adoptueshme me kohën. Për ty, lëm që shukon kjo pjesa, se ndryshon kur lëm për kadet edhe junior, edhe pjesa e forcës, edhe pjesa e mënyrës luajtjes së gjithçka. E ke pas vështirë më adaptu? Me thonë drejtën, në fillim e kom pas pak vështira, vetëm si jam mësu me lojtar, domethënë të moshës tem, me lujt bashkë e krejt, po kur kom fillu domethënë bashkë me Rionin për moshës se 12 vjeçare kemi fillu veç me stërvit me ekipën e seniorëve. Na domethënë kur na shku domethënë me lujt me ekipën e kadetëve domethënë me moshë me zhvatar tonë, na u ka duk shumë më e lehtë domethënë edhe ka qenë domethënë me thonë një plus i madh dhe jona që domethënë na kanë marrë ekipa seniorëve domethënë me stërvit bashkë me ta, edhe me kriju domethënë ato zbrastina që kena pas domethënë do elemente domethënë që tha dhe Rioni na kanë ndihmu shumë seniorët ku domethënë çato që kena pas do mangësi ata janë mundu me na ndrejt domethënë neve si lojtar. Edhe ju kanë imu mirë, po më çaj me ditë cilat janë planet të dy juve, domethënë ku e shihni vetën pas disa vite në aspektin sportiv, nëse normale keni shëndetin edhe keni facën sport është jashtëzakonisht e rëndësishme, ose cila ligë kishe pas ëndër ose preferon që na ditë me qenë pjesë e një lige. Unë e di që Liga Francës Gjermanisë është shumë e respektuar, kom pas mundësi edhe me komentu këto dy liga. Për liga tjera nuk ka që kam shumë informacione në sa i përket nivelit. Erion, tregona cila është çaja ëndra sportive jotja në handball? Ëndër besoj për çdo handballist në Kosovë edhe në botë është Bundesliga gjermane, është liga më e fortë në botë.
Dallon shumë niveli, po na shpresojmë që ndonjëherë kemi mujt me kon pjesë asaj lige. Okej, Lum. Dhe me thonë, paka shumë rejoni e ceki ku janë dhe me thonë synime tona dhe ondra tona ku na kemi qef dhe me thonë me pa vetën tonë, po është një sen që du të me cek dhe me thonë puna shkollës, sepse unë dhe me thonë si 16 vjeqar, dhe me thonë para një viti, ende që më bu një vit, dikon 11 muj, dhe me thonë e kom pas një fatkeqësi ku e kom këfu dhe me thonë ligamentin ACL, edhe dhe me thonë kjo është dhe me thonë ka qenë për mu një fatkeqësi, po e kom gjetë dhe me thonë atë motivin që mos më dërzu, edhe dhe me thonë kom vazhdu me stërvit, dhe ku kom rrinë këtë pikë, po kjo është e keqja dhe me thonë e sportit që mundet me të lion mas, po dhe me thonë du të me shku barabart me shkollën, edhe që dhe me thonë mi maj dyja që avdin mos mu fokusu veç në sport, po dhe me thonë me këshyre edhe në aspektin e jetës profesionale. Normalisht edhe gjithmonë jeta mund me sill faza ndryshme edhe është mirë me pas një backup sa do të qoftë ose me qenë afër sportit në forma të ndryshme. Mirë djem, nëse ka diçka që kom pyet, është interesant më përmend për eksperiencën edhe në kampionat, po edhe si handballista, ndoshta më ka ikë diçka që tani me ndonë me neve. A ka diçka interesante? Jo, veç deshta me thonë edhe ne falenderim të madh, me thonë klubi i Prishtina, se dhe me thonë gjatë të në kohë që na kena pas lojë, dhe me thonë tërë klubi, dhe me thonë që kena pa në grup aty në që i kena bashkë në Viber, dhe me thonë e kanë bo organizimin që marrë me na shiku bashkë, na kanë përkratë në kohën, mas lojë se nërë na kanë folë, dhe me thonë e kena pas atë përkrajën për të në nivel maksimal, edhe gjë që dhe me thonë jemi shumë falenderues për të në. Pa dushim që duna me falenderu familjen rratë parë edhe klubin, edhe njerë për ceki kom pas qërë zakonisht fatë që kom qëllu në ekipin e Prishtinës, edhe me qëta njerëz, me qëta lejtar është fatë për mu. Pa diskutim, juroj shumë shëndet, suksese edhe po besoj që kemi taku pra bashkë në ngjarje tjera, po besoj ndoshta mas kampionatit, pse jo me një eksperiencë më na refuj edhe më na tregu çush keni kalu. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit sportiv. Faleminderit shumë. Takojmë pra bashkë, ishte kjo intervista me dy kampion, cilët do të na përfaqësojnë në kampionatin botëror U19 handbollit që do zhvillohet në muajin gusht në Egjipt, kështu që shpresojmë të kemi suksese edhe urojmë gjithë djemve jo veç Erionit edhe Lumit, po krejt ekipës të na përfaqësojnë ashtu dinjësisht siç kanë bën Prishtinë ku edhe kanë fituar biletën për në kampionatin botëror. Ka sa i përket kësaj interviste, takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.